Nëse jeni gati, a mund të fillojmë. Përshëndetje për gjithë pranishmit, të nderuar anëtar të kuvendit, drejtar, media, shoqëri civile, mirë se jeni ardhur në mbledhjen e parë të rregullt të kuvendit të komunës së Ferizajt. Para se me fillu me rendin e ditës, i ftoj anëtarët e ri të kuvendit të cilët nuk janë betu që të bëjnë betimin. Dhe fillojmë me Ridvan Berishën. Ridvan. Do të me lezu deklaracion. Atëherë përshëndetje, nderuar kryetar, kryesuesi i kuvendit, drejtar të drejtorive, koleg asamblesë. Sot unë betohem se do t'i kryej detyrat e mia dhe do t'i shtroj si anëtar i kuvendit komunal me nder, besnikmëri, në mënyrë të panshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të sigurojmë kushtet për një jetë më të qetë për të gjithë. Vazhdojmë me Flora. Vazhdojmë me Izetin se Flora sa. Sa Flora. Izet lutem. Ska ardhje? Përshëndetje, kolegë, përshëndetje kryesuesi dhe drejtora. Unë Izet Rushiti betohem se do t'i kryej detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat si anëtar i kuvendit të komunës në Ferizajt me nder, besnikëri, në mënyrë të panshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që t'i siguroj kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Faleminderit. Kamenica. Hajde, se na të me lëmë të Unë Hyzri Kamenica betohem se do t'i kryej detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat si anëtar i kuvendit të komunës së Ferizajt me nder, besnikëri në mënyrë të panshme, me ndërgjegje në pajtim me ligjin, në mënyrë që t'i siguroj kushte për jetë më të mirë për të gjithë. Hajde Flor. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë. Unë, Flora Abdullahu, betohem se dhe deklaroj solemnisht se do të kryej detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat si anëtare e kuvendit të komunës së Ferizajt me nder, besnikëri, në mënyrë të panshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të siguroj kushte për jetë të qetë për të gjithë. Faleminderit. Besor të shabon. Përshëndetje për të gjithë, unë Besar të Shabani, betohem se do t'i kryej detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat si anëtare e kuvendit komunës së Ferizajt me nder, besnikëri, në mënyrë të panshme, me ndërgjegje dhe pajtim me ligjin në mënyrë që të siguroj kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë, urime të gjithë juve që tani pasa u betuat dhe vazhdojmë me rendin e ditës. Edhe na vlan rima. Po možda. Realisht rrim kovë dricko. Po bo. Pra vazhdojmë me rendin e ditës. Ne kem konfirmimin e pjesëmarrjes në mbledhjen e kuvendit të komunës, 2 meratimi rendit ditës, 3 meratimi proces verbalit në mbledhjes kaluar të kuvendit të komunës, 4 betimi anëtarëve që e kretëm, 5 propozim vendim për orar të mbledhjeve të seancave të punës së kuvendit të komunës për vitin 2026, 6 propozim vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit nga radhët e partive politike
të përfaqësuara në kuvend për hartimin e planit të kuvendit të komunës për vitin 2026. 7. Propozim vendim për themelimin e Komitetit për Politikë dhe Financa. 8. Propozim vendim për themelimin e Komitetit për Komunitete. 9. Propozim vendim për anullimin e vendimit 09 numër 78.30.07.2025. 10. Propozim vendim për publikimin e listës së pronave për dhënien shfrytëzim për vitin 2026. 11 pyetje dhe kërkesa dhe 12 të ndryshme. A ka dikush ndonjë çështje rreth rendit të ditës? Kush është për? Faleminderit. A ka kundër? Jo, abstenim jo. Pra, aprovohet rendi i ditës. Sa i përket konfirmimit nuk kam ndonjë paralajmërim për mungesë. Vazhdojmë me pikën e 3. Miratimi proces verbalit të mbledhjes së kaluar të kuvendit komunës. A ka dikush ndonjë vërejtje? Nëse jo, kush o për? Faleminderit. A ka kundër? Jo, abstenim jo. Pikën e 4 e kemi kry, dhe më thonë janë betu antarët e kuvendit. 5. Propozim vendim për orar të mbledhjeve të seancave të punës së kuvendit të komunës për vitin 2026. E keni një propozim në dokumentet që i keni marrë, edhe nuk do me thonë që është strikt edhe ka me umojt çdo seancë në bazë datave të parashikueshme, por megjithatë duhet ta kemi një parashikim. A ka dikush ndonjë vërejtje? Pra, në bazë listës e keni 30 janar, 27 shkurt, 31 mars, 30 prill, 29 maj, 30 qershor, 31 korrekt, 31 gosht, 30 shtator, 30 tetor, 30 nëntor dhe 30 dhjetor. A pajtoni me këtë propozim? Kush o për? Faleminderit. A ka kundër? Jo, abstenim jo. Pra, edhe kjo u kry. Gjasht, propozim vendim për caktimin e anëtarëve të komisionit nga radhët e partive politike të përfaqësuara në kuvend për hartimin e planit të kuvendit të komunës për vitin 2026. Pra, secila parti, pra, duhet ta propozoj nga një anëtar për hartimin e planit veprimit për vitin 2026. Vazhdojmë me PDK-n. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë. Shfrytëzoj rastin të uroj anëtarët e ri të kuvendit për betimin që dhanë. Sa i përket kësaj pike të rendit ditës, do nga Partia Demokratike e Kosovës për këtë komision propozojmë kolegun Elbasan Osmani. Faleminderit. Faleminderit kryesues, nga grupi parlamentar i vendosës propozojmë Arbënor Moseli. Arbënor, a? LDK. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë. Me qenë se jemi në prag të festave të fundvitit, urime juve dhe gjithë qytetarëve të Ferizajt, propozimi jonë për këtë komision është Bashkim Haliti. Bashkim Haliti. Okay. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë. Hartimin e planit punës kuvendit për vitin 2026, nëse AK propozojmë Izet Rushiti. Faleminderit. Edhe lista në mundem. Faleminderit kryesues, ne propozojmë Dorontina Azizin.
Pra i kem 5 propozime, në një kem Elbasan Osmoni, 2 Armënar Morseli, 3 Bashkim Haliti, 4 Izet Rushiti dhe 5 Dërontina Azizi. Kush është që këta 5 tjenë përfaqësues të këtij komisioni? Kush është për? Faleminderit, a ka kundër? Ju abstenim? Ju. Vazhdojmë me pikën e 7. Propozim vendim për themelimin e Komitetit për Politikë dhe Financa. Sipas ligjit, Komiteti për Politikë e Financa duhet të përbëhet nga 9 antar dhe kryesuesi i kuvendit në mënyrë automatike është kryesuesi dhe i Komitetit për Politikë e Financa, dhe përbërja e Komitetit për Politikë e Financa do të jetë konform përbërjes së partive politike ose ulëseve të partive politike që janë në kuvend. Prandaj ne kjo çështje është e rregulluar me ligj dhe fillojmë me propozime nga Partia Demokratike. Faleminderit kryesues. Atëherë në bazë formulës nga Partia Demokratike e Kosovës propozoj që pjesë e Komitetit për Politikë dhe Financa të jenë do të thotë Arjani Meri, Lumnie Morina, Ejub Delolli dhe Vanessa Sadriu të Pojon. Faleminderit. Arjoni, Lumnia, Ejub, edhe Vanessa. Faleminderit kryesues, nga lëvizja vendosur propozoj për të jetë Yllk Neziri dhe Brahim Osmani. LDK. Faleminderit kryesues, propozimi i jonë është Visar Azemi. Ne mundemi Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Nga iniciativa ne mund me propozoj Fisnek Nazifin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pra i kem 8 propozime. Arjani Meri, Lumnie Morina, Ejub Delolli, Vanessa Sadriu të Pojoni, Yllk Neziri, Brahim Osmani, Visar Azemi dhe Fisnek Nazifi. Kush është që t'jenë këta në KPF? Faleminderit. A ka kundër? Jo, abstenim, jo. Vazhdojmë me pikën e 8 të rendit të ditës. Propozim vendim për themelimin e Komitetit për Komunitete. Këtu, si pas ligjit, çdo komunitet që jeton në komunën e Ferizajt duhet ta ketë përfaqësimin në Komitet për Komunitete dhe ne i kemi deri më tani nga komunitetet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo 5 propozime. Komiteti
Gjithashtu, komiteti për komunitetet duhet të ketë 9 anëtar, 5 propozime i kem nga komunitetet, pastaj vinë 2 propozime nga PDK-ja, 1 nga VV-ja dhe 1 nga LDK-ja. Propozimet nga PDK-ja. Faleminderit kryesus. Atëherë propozimin nga PDK-ja për komitetin të komuniteteve është kolegja Flora Abdullahu dhe Erza Ashon. Dhe. Faleminderit kryesus, por komitete nga vetëvendosja propozojmë Xhevat Sallahu. Faleminderit LDK. Faleminderit kryesus, të nderuar anëtar, nga grupi parlamentar i LDK-s propozojmë Besnik Saliut për anëtar komitete për komitete. Faleminderit. Pra, për anëtar të komitetit për komunitete, kem nga komuniteti Ram Gjemal Jashari, nga komuniteti Egjiptian, Bislim Kopili, nga komuniteti Ashkali, Osman Emini, nga komuniteti Sërb, Silvana Machak, dhe nga komuniteti Goran, Zenel Eliomi, nga propozimet nga partit politike Flora Abdullahu, Erza Hasani, Xhevat Sallahu dhe Besnik Saliu. Kush është që komiteti për komunitetet jetë në këtë përbërje si pas propozimeve? Faleminderit. A ka kundër? Jo. Abstenim? Jo. Vazhdojmë me pikën e 9. Propozim vendim për anulimin e vendimit 0-9 numër 78 të datës 31/07/2025. E keni besoj vendimin aty, edhe nëse ka nevojë me dhënë sqarim, kush o për drejtarëve që për në ardhmën. Faleminderit kryesus, të nderuar anëtar të kuvendit, të nderuar drejtar, fillimisht me lejën që t'ju uroj për mandatin e ri, uroj që ky mandat ju ecë marrë mirë dhe të kemi bashkëpunim korrekt. Atëherë materialin po besoj që e keni marrë tashmë, ka të bëjë me një propozim vendim për anulimin e një vendimi të mëhershëm për emërtimin e rrugëve dhe adresave. Është procedurë ligjore, andaj kërkoj nga ju që për shkak të procedura e ligjore të anulohet ky vendim. Faleminderit. Faleminderit drejtar. A dëshiron dikush diskutoj për këtë pikë? Jo, a jeni pra që të bëhet anulimi i vendimit të propozuar? Faleminderit. A ka kundër? Jo. Abstenim? Jo. Vazhdoj me pikën e 10. Propozim vendim për publikimin e listës së pronave për dhënien shfrytëzim për vitin 2026. E keni një listë ka gjatë të propozuar, nëse e keni këshyrë, mirë, nëse jo, mundi me këshyrë. A ka dikush ndonjë vërejtje për këtë listë, ose për të shtu ndonjë parcel, ose për të hikë? Si duket nuk ka. A mundem kryesus? A mundem? Po. Faleminderit të nderuar të praneshëm. Atëherë e dim që është obligim ligjor që çdo fund vit të paraqitet kjo lista e pronës së komunës për dhënien në shfrytëzim. Në këtë rastin ton të paraqiten lista e pronave të komunës së Ferizajt për dhënien në shfrytëzim për vitin 2026. Në këtë listë kemi 2 parcela të cilët kanë ndodhur shpronësime.
është parcela në zonën kadastrale Komoglov, 3690 për ne dhe për të, ndërsa do më thonë është ndryshuar vetëm numri. Numri i ri është 3690 për 3. Gjithashtu do të kemi edhe 2 njësi të reja që do ju shtohen listës së pronave komunale, është në zonën kadastrale në Mirash dhe numrit e parcelave janë 2060 për 0 dhe 2055 për 0. Faleminderit. Kush është që të aprovohet kjo listë me propozimin për ndryshim nga drejtëria ose drejtoresha e drejtorisë? Kush o për? Faleminderit. A ka kundër? Jo, abstenim jo. Pra aprovohet edhe kjo listë. Do të me ko me qudërën, që të herë mësë vanë, nëse nuk ja për nej. 5 kundër. Faleminderit. Vazhdojmë me pikën e 11, pyetje dhe kërkesa. A ka dikush ndonjë pyetje ose ndonjë kërkesë? Nuk ka. Vazhdojmë me pikën e 12, të ndryshme. A ka në të ndryshme dikush? Jo. Atëherë me ka që mbyllim punimet e kësaj seance, mirë pafshim seanca tjera. Me qenë se jena në fund vet, urime viti i ri për gjithë.